Universitetit Ojkulinda. Mirë se po takohemi edhe kësaj radhe. Këtë javë kemi ardhur në anën e Dugaxhinit. Jemi në fshatin Jablanice e Madhe, këtu në Pej. Pranë meje unë kam njërin prej personazheve që e kisha qujtë shumë kontribut dhënës për çështje kombëtare, mirë po edhe për komunitetin se ku jeton. Jemi me hoxhën e fshatit, Sadri Zeka, i cili na ka mirëprit këtu në kopshtin e tij. Faleminderit shumë që na mirëpritët sot. Faleminderit nga ju. Klasi që i keni ardhur, ju falenderoj, për mua është një dhuratë e mirë për kontributin tim me shpalos para juve. Po e fillojmë pak këtë bisedë me na tregu pak më shumë rreth xhamisë së fshatit ku ti edhe kontribon. Po, unë jam i lindur në këtë fshat, në Jablanice e Madhe, xhamia e kam në fshat të Manalt, gravitojnë 3 fshatra këtu në xhamin teme, është Jablanice e Madhe, vogël edhe Radovsi, i bukur, edhe xhamia është e vjetër, jashtë qashi xhamia në Pej, tani është me vjetërsi 530 vjeçare, është stil turk pejgurit, është me një ngjyra dekorit që e të mahnit ku të ishmë ta e kom regullu, me gjithse 2 herë djeg. Aty herën e parë, 1905, djeg xhamia pej serbëve, për militarëve serbë, pa aty është edhe një ngjarje pak trishtuse e dhimbshme parasysh kur kanë ardhur forcat serbe paramilitare për fshati, populli ka ikë për fshatit. Po hoxha i Pejës, Amerxhara, ka qenë imam këtu në këtë teren atër, ai me gjithë një plakun Lul Zeka, të i dhim xhamia për me mbrojt, ata për me jep shpejtësit madhe dhe dhezjes, kanë bajt kashtë të talli, dini shkajnë ato, po e këta dy të mënu me mbrojt, të mbrojt atër me qitë për jashtë, pe i noti, jo kanë fshjel djerën, edhe të dytë kanë vdik, dhe më thonë. Jenë djekë për zgjallin që xhami. Tani është 105 metrë, edhe ajo është prish, jo krejt ashtu me, e kohën e funit, në 89-ën, kulmi o damtu, do ngjyra pej tyne gjyleve të mëdha që kanë ato të mahaka që kanë në farë gjyle që kanë punime që po, kanë dëmtu, po i kam ripertrije, një vend që i ka qenë e kom qitë edhe një kull shqiptare aty, mi ka dhujë që është xhamia shqiptare. Kër jem të xhamia është edhe përpos që është e bukur me ato dekorime në lule ndryshme që duhet, është edhe qka ka dru e kom gjyros gjyrën Kuqezi para lufte, sa që edhe në policim kanë marrë. Pse ka dhëna që shka ndodhë kjo? Pa e shisha xhamia me ngjyrë flamujt e Jugoslavë, edhe në më hini menja pak e bona një fola me një fast libre, për në i kënë më fast, ajo është fabrikë që për ngjyrosje e pes, edhe thash me ma bo Kuqezi, drunat. Edhe i ka bo krejt Kuqezi, po kanë dëgjun regjimi se herë kanë arnë, kanë marrë, pse për prek, të zban me prek, nena, po i ngullë shakom, pse jo, shqiptar jem, nena, po, me rej jo, po 3-4 orë, dikun kom nejtë aty, maltërtimet në atë metodat e tyne, rri pak e beri tjetër, po, xhamia është jashtëzakonisht e bukur, është interesant që kur kanë ardhur edhe drejtori turk, Sharavi kanë thonë, për Turqie që ka nejtë në Kosovë, ardhe ka vizitua jo mahnit, parasysh që në balë xhamis ku falem na hoxha, është së dështë vula sultanatit, dhe më thonë, kryetari i Turqisë, Erdogani, kur jep vula me ministra, që ato e ka në për dokumente shtetnore. E ka aty është disha kënaqësi e madhe. Është shumë në mbrojtje, është xhamia e vjetër e mirë e bukur. Atë kanë shkaktu kështu probleme përmende që kur i ke ndryshu ngjyrat në atë kohë regjimi, po kur ke mojt ders, do me thonë lutje që i ke ba me banorët, a ke pas kërcnime ndonjëherë gjatë rrugës tonë se imam? Faleminderit në këtë pyetje, pak nëse kom kohë me zgjat pak, masi hina te xhamia, unë të thash që jam i rrehun nonën në burg, babën në burg, vetë i rrehun 2 herë për flamur, 1 herë me xhamat, 1 herë ku ja kom dhënë policisë flamurin, kom ditë mu gjetë, po e kom fitu 1 kerr, dhurat që dita nuk ja vlash flamurin me mamor. Edhe 6 herë më konë bisedë informative, atër me të marrë serbët me të qunë polici, nuk konë klasi e madhe. Një prej atyne që përmend ju është edhe me njerë u aktivizova atër populli u angazhu, në gjallë, nisë në për ndryshme, jo me mbajt arsimin me forcat tona, jo të bimet ndryshme, ledekese, me karakter kombëtare. Unë gjithmonë kam qenë aty prezent edhe të funim një farforme
edhe pse ka pas ledekej ato, po ka pas fjallën kryesore, edhe ka pas raste kur majtë të bime me karakter shkencor, ose historisë, ose kulturës tonë shqiptare, gjithmonë jam konë prezente, gjithmonë mu me ka nep fjallën edhe kom folë, po që konë edhe ma para lufte disa ushtarë, në kohën e regjimit, disa shqiptarë në kohën e Jugoslavisë i kanë vrarë ushtarët, kur vishin në kohën e falësha për ta, edhe tash ata më thjerën një herë dhe më qunë aty, sa tja je hoxha politikan, që po merresh me këtë punë, tash në hoxhë, për hoxha është pris, me popull, e përfaqëson popullin. Po. E dyta është për arme, që nuk kanë kërku me dërzu arme, kom thonë jo, nuk kemi arme. E treta është edhe për ngjyra, që tash flamurit aty Koqezi që e kom po. E katërta është rreth pajtimeve, më kanë vetë pse po merresh me këso punë. Mandej që kom pas telashe të madhe, është rasti i zgjedhjeve të Bashkisë Islame para lufte, nderuara gazetare. Atëherë para lufte Kosova konë në Serbi, Jugoslavi, edhe Bashkia Islame ka pas Kosova qendër, me pas nga përfaqësuesin tonë, po në Beograd konë një bashkjak Hamdia Jusef Spahiqi. Kur na populli jonë pak unë gjallëm në atë aspektin me lëviz pak, mësë menajt mo, ai folke në Beograd, folke për ne, keq, për Kosovës, atër populli janë këshin të hoqë breqka po banë shtu, jo që unë jam iniciator, po i ndjeri Rahmetlia, Recep Buja, e mur iniciativen, konë të mifti, ma vonë konë edhe ambasador, mur iniciativen me bisedat me udhëheqësat të lartë, Rrugovën, Femia Agon, Recep Qosin atje, edhe pruni vendim për me majtë zgjedhjet, për me bo zgjedhjet Kosovë mu shput na prej Serbije me Bashkia Islame. Kemi majtë zgjedhjet në gjami teme, në kom qitë edhe flamurin maje minorës, edhe shkolla, mësimdhënësit, kolektivi shkollës, mësimdhënësit në orë kanë votu. Edhe kur është shpallë kushtetuta, përpilimin e kushtetutës, edhe momenti kur është shpallë kushtetuta, më konë edhe në prezent në Prishtinë. Na kanë rrethu policia, edhe jo me në maltertu, po na kanë marrë 3-4 orë që diku në alëshunë Recep Buja, ku në përcjeli në tha, gjithë që ka jeni këtu, antarë konvenit, isha në atër antarë konvenit, Bashkisë Islame, Kosovës, kini me pas pasoja për policie, që i kini emnat. S'kanë kalu e 3 ditë në pej, para Bashkisë Islame, më kanë orë 2 policë civil, Kallajgjiqi dhe Miloševiqi, më kanë morë lidhën në përqendrë qytetit, më kanë qenë polici. Pse, që ka po dënë ti, që ka kushtetutë juve, kush ju tha, unë edhe në patonë Recep Buja, veç fajnë lemani mu. Unë jam hoqë, më kanë zgjedhë atje, Recep Buja në ka thirë, miftia, nuk mundi mi thonë nuk vi, që aty, edhe shisha që s'po dojnë me më re, edhe dikur për me idhnu ato pak, e ndëruara, sot që ke kushtetut që sot e Bashkisë Islame, Presheva, Bujanosi janë me ne. Kushtetutin bashkësimit Kosovës figuron Presheva, Bujanosi. Në cilën periudhë është dëbanë, cilën vetë të pak? Kjo është 92-3, që të më do këtë datën, edhe pyetje mas pyetje, po dikur për mu idhnu ata edhe më shajten, tha, çfarë territori përfshin ajo kushtetuta e juaj, ne e cakton territorin e Bashkisë Islame kushtetutës. Unë janisa Prishtina, serbisht, Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaj, Gjiloni, thash Presheva, Bujanosi, atër ka këthyë nonën babë, ku po hinë Serbiti atje. Ku ja Presheva, ne e përmena, po mas disë kohë, lirë unë veç pak... Maltretime. Maltretimet, da, forma. Këm pas këso është e bukur shumë. Njëna prej maltretimeve përmende që është edhe pjesa e flamurit, për cilën tha që e ke marrë edhe një dhurat, një vetur. Që se ke dërzu flamurin të duart e serbëve. Njëherë nga kanë rej me krejtë Zemot, stacioni policisë, jemi koni mos e madhe. 2 herë për flamur, 3 herë nuk ja kom dhonë flamurin. Për po, kur më kanë morë dhe më kanë rej shumë, edhe briti kam thime, është momenti kur kemi shkuë, unë e mora flamurin, e pash vjerën, pak për të shinjet e të tërë kush me morë, se dishin që i ka më të time mora, tash një policë sërbë, një boshnjak, i këshin zonë rrugën, ata pak patën më lefë që hoxha me flamur. Edhe nisin me njëherë i largun, kërë që është metode keqe ndërruar, kur të nalën policia atëherë nuk u duh mu qkap
Krushit, po me nejt një vend. Ata shku në alan vëq neve edhe tash për me nënçmu muë, para asaj mos aty, se ke gjujen tokë edhe shkele. Me hypën e ma e shqipun, edhe jo e pa që s'po mund detyrojnë, janë se më mëra ceva trupit, po pej notin ma murën ma shkynë. Flamurin ma bon, edhe lanë që aty, tani në shunë, po une prap merdi natë më shku pa flamur, jem shku në katën 3, e kon një cufa, është e përshëndes, është mjeshtër e kirit opel. I për gjakun, i zhjët të kreta, hoqet ka ndodhë të rrenë për flamur. Po e ndëruar atërë kon flamur që ka pa leju atë zemë vlasi me yll anash, i madhë yll. Yllin e komunizmit. Yllin e, po, kur shko tha hoq, tha unë kam flamur, po nuk është, tha sho që kon si asodit. Tha shama brese nuk i tërgoj kuj një gjallë, në mytë policia, s'ka doj ku ke morë, tha e po shajnë. Jemi shku, po i kemi shku pak do rrugë, pak ma ndryshe, edhe kur e marë, tu ku më kanë re, i kom marë, i kom gjetë ato pjesë e flamujt, i kom prunë shpi këtu, mi majt, për qef, mi majt, për mirujt, po më ka djekë shpia me temel, edhe më ka shku edhe flamujt. Ato që kam fitu kërën është pat njajt, ishtë një dasëm, edhe kur shkum të qenda, shkolla bëjësorë në peqi, është për më py aty, një dasëm veç e krynë me to, e rejën, jamunë flamujt, tash ishin në nërën. Edhe tash qysh për me pështue, e mora për sipër unë që unë jam odhe si dasmë, sërbisht, ja sa më hoxha i voxha, edhe tha, më detyroj që tha me morë një flamur se kënë para viti 3, jatë Sërbis, jatë Jugoslavis, me morë njonin dasmas me pas pasoja, bo një 2. Thash jo, ka tje në konë Rifat Drago, këngatare përshëndes, ato shumë, bilim kër jemi shkuat me manu se ma ka qitë i strofë, më njerë në kongë, ta këngëtarët e nga që më njerë me qitë, e pash që nuk përdojnë me më shue, e më shkoj një mene i thira unë e krejt Krushit. Nusit e qikat e krejt, thash hade knok që ka hojtë atë rrethomni. Kër më rrethun mu, aty një jarë keq, se kanë një 10-15 më les, me në rrejt ashtë nërsy femnave, nuseve, më thanë koke hoj budale, më shorë nonë e bape më shumë. Mas 3 javë, pa më pozon heq një Suf Ibraj, përshëndes djelë të tyne Ibraj, më konë Gjermani, më ka prua kjerin asë konë 9 meq, dhurat, kom gra një 3 vjetë. Në më thonë popli shpërblem. Si shpërblem? Për maltretim të rrugovës, edhe ato e kom, ishim shku në Rëzhaj me morë dë naftë me një mik, ka u këthym atje ndodhe një tentim vrasje në rrugë të Rëzhajës, të ka shkojmë të kulla, ka u këthym plëst policë. Tash një për aty një policëve, një shtekon i ozdrimit një fshatit të afer, po një tahirë shala, sëtë është, e përshëndes, ato e lam e ndëruar të morë naftë në Rëzhaj. Kur mëritëm në këtu, miku jam e konë Suedi. Ata me, kërë parë me kërë suedez, u knaqin se kjerët jashti nëna, në këshim morë naftë, në qitën në nëna dur për pjetë. Edhe nuk leshim lëshu dur të poshtë mu lëdhen, edhe janë njësin me ku jeton, në Kosovë, thuin Sërbi, prandojshë. Kone ke kryetar, po president Ibrahim Rrugoven, shplak, e qoj fati, që apet përshëndes Tahir Shalën, për mas nuk e kom pas njëtë me dërzuhe, se kishë edhe publik tjetër aty. Nuk e kom pas njëtë me dërzuhe dhe me mytë, kisha thonë e kom president Miloševićin. Orë që e Tahir Shala i ka thonë, mos mangut së hoqen, se që kjo Tahir Shala qatë policin ku i shi. Po. Dhe kush e hoqja që kjo, mos mangut së më hoqen, e ka ngu edhe kom shtu me që tonë, edhe po du rastin e Përveç këtyve maltretimeve, ju këtë e përmenda që ke dhonë shumë kontribut. Kur jemi të Rëzhaja, mu më herët më tregove që gjatë luftës keni qëndru atje edhe si shenjë ndaj komunitetit kombëtar, dhe më thonë shqiptarve që kanë qëndru atje, ju i keni falje dhe gjenazët e shqiptarve që janë ardhur plagosur anë dhe kanë dhënë jetë. Po, është shumë e vërtet, po sa kam rri me 19 prill aty, nesit kanë ndodhur një vdekje, janës i Shtugut. Edhe tash kur ka shku në Vakov, se me njëherë mu më angazhun Bashkia Islame Rëzhaj, se të ishin hoqë shqiptarë, se s'pat shqiptarë aty e vishune, unë ala, edhe kur diq një prej tyne, ajo punëtore është një, kur pe e vish një azra, edhe pja bon atë fletën, pja mush mi pagu 480 morka. Thash, mëse merë parë, pëse, thash, mja këthy parë si i krymë në punët. Thash, une qka desh moshkuj, une i pastroj pa pare. Ajo punëtoria e Vakufit, azra, tha, qka des femna nona jeme ka mila pa pare. Po, tani me bo vorin, thash jem shqiptar bol bre, shqiptar plët 15.000 vetë aty jemi konë. Kjo shqiptar bol e bojmë në.
terrasat që mblohet edhe ato, jem shkuë në fabrikën Gorniiba, thirke fabrika e drunit, e kom lyp drejtorin Nusret Rafet Kallaçin, ai me dojt tem Saradran atje, dhonë rëtyni doja jam dhovi nonës, edhe kur ju prezentova kush jam, i tha Recep Muriqit, miftis të Rozhajës, tha qka des shqiptar, hajde meri pa pare këtë senet. Dhe me thonë, për 19 prill, dejmi këthyje, 42 vetë kush cent s'ka pagu aty. Edhe për qëtë kontributin që aty në Rozhaj, e kom morë edhe njëherë një mjënjoje, po sa kom rrit, aty liber më kanë ep, Ali Daci, është dhe që shqiptarëve atje është një kontribusi madhe i qarshës këmbëtare, po është interesant që më njerë mas luftë kemi shku edhe në emët komunës 5 me falendëru Rozhajën, na ka prit kryetari i komunës, Rozhajës, Nusret Kallaçi, na ka prit me televizion Podgoricës me ato edhe kur kemi fol na jemi ardhur, ai Bosnjaqe, po thamë në Shqip. Tha faleminderit që kanë ardhur vllazërit për jemi na falendëru, tha po na kemi la bërç. Se në për kodat të Rozhajës janë shqiptarët që kanë ardhur kur jemi konë në angusht atë 50 sene, 45-ën. Na veç që kemi la bërç, se nuk kemi borçin e kemi lana se ata kanë vujt për ne. Domethënë aty tani kom marrë edhe një medalje tash në kohë të fundit për kontributin që e kom bën në Rozhajë. E këtu unë e kam një fotografi që mu më tha, s'pëti apo më me kap kamera, që është varrimi i presidentit Ibrahim Rugova. Këtu je pjesëmarrës edhe ti. Po, është e vërtet se më njëherë u qunë disa fjallë, qysho vërros, a fetarisht, s'ka pas hoxha, s'ka falë gjenozë, diçka, po unë më njëherë, atë ditë, kam shti disa njerëz me na fotografu aty. Edhe me njerë kom marru fotën. Po është interesant për shembull në një daraste, kur qillojsh aty, i shish atu, ka cafyt njerëzit, jo ju ka falë, ju ka falë, pse kush ka falë, ku e merrsha këto i tregojsh qyre. Dëshmi. Qyre këtu Recep Boja, miftia, edhe ambasadori i Kosovës i ndjerë ka vdek, edhe që migja i Ibrahim Rugovës, Ali Rugova aty, edhe hoq Prishtinë, se kretë mosa nuk e ka kap kretë mosën, po gjenoza ju ka falë Ibrahim Rugovës, ato let folë kush ka donë rrugës dokument i gjallë. Dëshmi. Përveç kësaj të ki në fakt një nufk, me thonë këtë në komunitet që të qujnë edhe hoxha i kufirit. Tregëm pak që qështë ka me që kë emër. Po, për çështjen e kufirit demarkacionit, me njerë janë njëse tash lërë kush ka fajnë e kush se ka fajnë, po edhe është e bjeshka jeme atje, edhe malazes të janë njëse tash kush del kënë bjeshk, me njësë mi pengu, njerëzit mas me lanë me dollë. Edhe qatë bjeshku është cenu me mas shumë të janë komunës Deqonit, Luka edhe Strelci, Busha. Ata. Edhe kur i kanë pengu ata, janë ardhur 2 vetë në xhamin për mu falë, Shefqet Bola edhe S'ka rëndësi emre. Mulaj. I Lukës ardhë, tha çështër ka ndodhur, tha, a mundi me na thash, krejt, unë me krejt xhamat mas juve jemi. Edhe jemi janë ku, kemi thonë, nuk është e juna, kemi nga mas dokumenta, më njëherë para dokumenta që kemi nga kemi nxjerrë për pylltarisë pejes, serbisht janë. Komën e Meqina këtu e kom dërzu edhe Komisionit Qytetënor. Qa kam përfaqësu qatë dokumenta? Qatë dokumenta është vija ku o kufini. Ne se s'pe thama ato që ka ndohë mësa ne, po në kodër, kufinit, Molizia Knina, Kosova, qëtu kush o dalë Knina me lëpë me dhenë, pylltari o shkuja ka një sa dele ka e sa lëpë ka për me pagu tatimin pej. Edhe duft gjatë verës e me pagu një pjesë druve, se 3 druaj, dhe më thonë, e merë malet nga. Qashtu në 40.000 që kemi gjithë pylltarikën posë, po ata që ishin, si së mërzishmë këtë mundë, ka dokument vleft madhe. A kjo ka dëshmu që ajo kanë tokë Kosovës? Po, ku kom shkuë tash të kriministri, ku kom shkuë, më tha qërë kojnë dokumentat, edhe i shpjegova tash qëre, zotri, që kë i në bushës, vllavi tina qërë kënena e pagun pej, që i vllavi tina që del nonën në kundrit atje, se është një thire bjeshka e bushës, nonën në kundrit atje. Ata është e vërtet që sa herë dalin, anina, duhet me morë leje për morë zi.
Po në kodra nena, njëni vlla pagujkin pe, tjetri vlla nena, pa ko po dak më të fort. Edhe pylltari, Sali Hajdari e plot që më konë komision, ai kur shku atje, nuk në konë padishëm, drejtorat shkijën konë, PS, i kanë thonë drejt që tu kemi rujti, kanë të nxash knena, tu vjedh, kemi në pej. Në më thërë, ato jenë dokumentet gjalla, po nëse ka bërë çështje politike, po, e unë e blokova rrugën me popull, edhe me dëqonë. Sa veta në blodhë për me bloku rrugën? Por në herë, në ashtë në konë 150-200. Dytë herë kemi 4 orë që kemi mbajt, ka pas 500, 600, 700, nuk kemi njeviq. Por në herë kemi konë shkurt, tani kemi zgjatë. Tani shi, mandej u hapë, lajemi puna tabelës që e qiti molizi atje, ju hek tabela, e qiti dytën herë, ju hek apet, edhe kush mundet më konë akteri kryesor, që është e se unë edhe heqa të bimet, me megafon, mikrofon që mështë e, në heqa edhe më kanë qua akuzën që i e akuzum për prekjen e një objekti milionar dhe në komunët 5 kërkon e Liberisha, redin kuqe ata që s'keni bo mirë, keni prek një shenjë, një shteti tjetër, që sene, edhe... E ke pas edhe ndalume me... Ndalume më shku 5 vjetë. Malëzime hi. Tash jem, me kanë lek, jem liron po. Përveç kësaj, që shartë e qështja që u dërzove, ma mësë më mirë me këtë pjesën e kufinit? Jo, nuk jem dërzu akoma, jem dërum. Qa jetu bo tash që me ndërgjitsu këta, nështë që me mi bindë shkur të shqep që është tukë që na ta këneve? Kem dokumentacionet, unë që tu edhe në qonë të kom edhe ato ma kanë ebë dhurat Komisioni Shtetënor i Shpetim Bulliqit, ma kanë ebë dhurat muhe që ata kanë ndërzue dokumentacionin dhe për kretë ambasoda shtetënore, kreti kanë ndërzue edhe i kom edhe në dokumentat, nuk vetëm një ras për du me të regu për në mas me zgjatë shumë. Kur kom shku në detin në Nullqin, një më staf muja ka vdek i ndjeri, ka pas shpinë Nullqin. I kom thonë me ma gjetë një hartë që shkolla, në zonësat e shkollës mesme, në Tullqinit që ka mësojnë geografi të iku, e mësojnë. Ma ka pru hartën e molit zi. Qajo hartë, e kom pru unë aty shkru definitiv, me shifra, sa ka si përfaqe krejt, edhe vija kuqe, është që to ndoshta knena. Qa to ma ka mora Mosharadini, dika ka që më heq, me pas dokument. Dikuja ka gjujt njerë një aty. Po shpresojnë që ka më zgjithë se është me pak si 50? Po, se unë e kam dokumentacion këtu e ka që dokumentet e komunës ato, kom kontaktu edhe me kryeministrin Albin Kurtin, se ajë njerë fuqishme ka kundërshtu e dole ka qitë tabelin atje me deputet atëra, ka thonë, janë punë që shenë punë tjerë se pra thonë antarët e Komisionit Shtetënor, ti në parlament mund është me votu, me zërë, ishtin me zërë, na kanë premtu që s'ke me votu, po ishtin me zërë, ka premtu e Komisioni, pa dalë vend gjarës, mi qitë pikat, ti mund është që tu me bisedu dishka, po du të me dalë konkretisht mi qitë pikat, po atër kur dalim, ne që jesim dokumentat tonë, ata në paqin, le të na mujtë. Pa qare, pa dalë në komisioni, me verifikue, me përcaktu vijen, konfitarës s'kanë qare. Që të pranë e kena një letër e cila është dëshmi ose betim, kisha me qujtë të cilin e bëjnë njerëzit të cilet te ja pajton gjaqeve. Deri tash sa gjaqe i ke pajtu? Gjaqe... Nga tresa? Po, gjitha natyrës, janë 420-30 qështu, se unë dojshë në që ka jenë më mëransi, për shef këtu kom këtu me shkrume, janë me emën mbi emën, qef s'kom, nëse do një me fotografu s'ka problem, po emën jo. Ka raste që unë e ndërora, kur pajtoj, nuk mirë në fort me kanunin e lekdugadin, se ka është kohë e rritër. Tash tjetër kohë është. Nuk i pranon rinia tash shkollimi, vajzët e shkollume, njerëzit e shkollume, nuk do në më morë më sene vjetra të që shukon. Po një prej atyne, nëse ka ndodhë ka jarë, si ka besu atina, mbosh beje, që pa pranoj, ose qashtë e prënsorë, ose nga tresë, ose dishka. E ledzën këto, ledzoj e para... Po, une... Qysh? Ose që po ta asistojnë atë? Po. Ta shti nëse dënë për me be, për me pranu ato, fjallat e betimit, këtu emni, edhe i biri ku jeshtë. Betohem në Allahu në madhërishëm dhe në fjallën e Allahut Kuronin që nuk kom dorë në këtë hajni,
ose nga Çfarë vepre ka bo? Nga kjo që po më ngarkoni dhe po më akuzoni, nëse unë e them të vërtetën dhe gënjej, atëherë mallkimi i Allahut që mbi mua. Kur të bëna që të bëj A ka ndodhur ndonjëherë najherë me e prish marrëveshjen, domethënë betimin, prej këtyre 430 raste? Jo, të unë ka ndodhur e ndërume, për shembull mas një kohe i ka harruar edhe që shka morë fund. Ka nisa prap me kërku edhe diçka që ka morë fund, i kam thonë jo që ku je në shkru këtë, jo kërë puna, pas ke harru se, që ta jenë marrë shënimet se nuk ka kaluar e koha e mbaj mene se mbaj mene. Ka kaluar e koha. 430 raste zërë me i majnë Po mene. jo, po edhe një të me thonë jo, duhet dokument, pëse të pa dokument në kohë. Edhe pajtimet që i bëj, suksesi është pa shkak që kontributi jam në atë aspektin kombëtar edhe fetar, kom edhe ato shumë respektoj, e kryj me shumë përkushtim, edhe në popull, kur ka rasti për me shku atje me mbëndrasin, kanë prit mirë se është mullasadria, nuk thehet, thot bashkallaj mullasadria, po e gjojni metod pak, nëse ndodhë rasti, ja lypi njerëzit që janë ma për qëtë familje që kom nevoj ma to, njerëzit që kanë influencë, kanë autoritet, e di që i ngojnë, unë e kontaktaj me ta mas pori. Por është interesant pak të natë shqiptarë, kur të ndodhë rasti, diçka e ronë këtu, mi shku me njëherë, pezmatohet, thashë ndodhë që ka po donë kyllë. Po me bo mas mi shku i ndodhët ma fërë, që edhe e kreu veprën, edhe s'po mërzitët për mu heqë. Po një thëmë, duhet më shku, po tani ka një farë pauze, me gjithë njerëzi, me bisedu, kontaktoj me ta, banë që shtërët, tash ka arë dhejta joja. Një prej atyne që kom arrit pak me ndiku shumë edhe kanë zonë ven, është nëse e bën një vepër një person, nuk ka më mshel, tjetri. Familja. Unë para një mose të modhe, kom thonë edhe për vëllat e amin e konë Gjakovë më ka dek, kom thonë që ka bën vëllovi jam atje, e djelët e vëllovët, vepra jo të mira, unë nuk mshel ako që vëllovë ka bo. Gjoni vëllovët e ka bo, s'ka mo të ashtu. E pun krysi, aj që ka kry veprën, aj let merët me shtetë. Më konë me mgu tash mu popli që tash, edhe në të aspekti se po ka shumë edhe këso aksidente, po ka shumë, edhe ato gjdo gjom jalon drejtësis, gjygjit, po që da ta pak më këthjel pak gjygjit, me punu drejt e mirë të në, sepse tani kom arrit do, gjysh mi thonë, do gjerastet që tash nuk i donë koha, fejesa u bon nëryshe, atër martesa nëryshe, pamja ndryshe, dasmja ndryshe, tash ti kanë nuk do i kritikojnë, për shembull tash sot janë bë dasma të fuqishme, mu bën në restorane. Unë po di hoqi po del po thot nuk bën. Nuk bën. Po unë njëri ti thash, o zotri, tash orni ku tjetër. Në çat dasëm 150-200 koshi hin, mos i gjosh toni lake. I përdora fjalën e turke i lake. Tafër të mes vetë, nipa, mesa, motra, holla, tezja, bajanak, baldysh, bajanaka, që i thonë, dhe më thonë, krejt një rreth i ngush familjarë, ata që ka, ose kur janë feju atër, ndërruar para luft, para heret, ma heret, e kom rriju në atë kosu, i kom të 73 vjetë për bëj, kur janë feju pa u pa në mes veti, tash nuk ka masu. Edhe feja, ma si përhojt, po du më rrët, edhe feja, kur kon nuk thot mu feju një djallirime, pa u pa në mes veti. Pa u bon, bërëm një emision 35 ta bon me bashketu, të që mu njoft mire për i me mu martue, edhe ta shti që aty ka njës pak me në zonë ven, edhe feja, nuk duhet mu pajtu me mu pa në mes veti, ta shti jo me në zonë nusën mas për ditë dhejnë momentit që ka po të vjenë të shpia. Ose ka pas raste për shemull dasmat gratë veç, burat veç, jo me rujt dikonin, me quni një me rujt gratë atje se me rujt gratë ashti. Të s'din gratë më ru vetë. E kom një rast që shumë ka ndiku shumë atje, atër e kun edhe një farë adet, janë një farë ka po digjo, për nuk janë të fesë, lutem nuk janë të fesë tu. Janë ma shumë në nëcis shqiptare. Shqiptare, koha vjetër, gjendje pa shkollume, gjendje ekonomike, pa dale, që ka po djetë, sësane, kur kun edhe si regull, për shembull, më shku me mornusen, me seksonin lume me kerë, me qylyma, tash nuk ka sish, ne ka orë koha kerëve. Ose kur vike me mornusen kroshjet, me hinë kona gjeq.
I del ke njeri për para, ti ke rrit parë, ti ke dish drepse, ti ke zban me i të gratë tonë aty. Ti zban me i në këna gjeq. Kë shoferi që vike me mornusin. E në ora të shka i ka thonë që tina, thashe ti, kësë po bëjka me hinë tur ma tje, e ti po bëjka me hinë kërë shka i kësaja, hecë bërë shko, tani në zuni vena, dhe më thonë, janë disa senet vjetra, që sot nuk bënë. E qka ke mojt për kanunet? Sër shumë i pas ke largu? Arblori, që i Shqipërisë, që pa të më ndaj, kujtari kuvendit, Pjetër Arblori, kujtari kuvendit Shqipërisë demokratike më njerë, ai thot, ai që harron, ai që merret me të kalumen, ai që harron të kalumen, ja që merret me të kalumen i qërof njëri sy, ai që harron dytë. Me harrus duhet, po më morë nuk e kanë kohën atë, të senet milionet. E qka ke mbojt për kanunit, dhe më thonë, të pjesa e pajtimit nga tresave, po e përmend këtë modernizimin, po më duke që nuk ka diçka që ka met për kanunit Lek Dugagjini. Me kanun është shumë e vështirë, tash i ke dhe të fletu nëse mund është me incizu intervisa që i kom bo gazetave. Nuk ka tash ti mu mbyll. Nuk ka mu mbyll. Ka pas edhe ekstrem qatë shumë, që i ka thonë dash me mu pajtu, po thët që u kretë për i këtujt. Dhe me thonë, familja me lëshu fshatin e pasonin e më shku tjetër konë. Dishka te për e ronë ajo. Ose me morë besë. Me morë besë. Me besë kom pas shumë dhe këso probleme me besë. Jënë nga truj, jënë vra, jënë therë, me ly besë, një muj dy, kretë. Po dikur nisa me shtinë në formë edhe këtë besën e pakufishme. Që e ka ly poqë, nuk du një muj ditë e dy, që e kryet me njëherë, am besë pakufishme. Kër të mesh pakufishme, kalon kohë, mas kohë, shko njerëzit pak të qetësue, se jo një muj, tash, kër del një muj punoj, shëtit mas një muj, bëllë rrimren atje. A e mon me në rastin e parë që ke pajtu? Po, emnës për hepi. Jo, pa emnë. Po, në rastin e parë, po. Që shukon që... Ka pas plak trona. Edhe ka... Po, jo në regull që shka, po. Apë të këtu fejesa, këtu ka plët. Hajtë diçka të regëm pak prej qifteve, së dhe përmenem që ka probleme që janë të natyres tjetër prej viteve të kalume, dhe me thonë që nuk janë ma herët si kanë lanë gratë me dalë vetë, dhe me thonë, po sot nështë ta ketë lufta bëhet për mes telefonit. Për çka mas shumë të për shambull dhe të ndodhë me i pajtu qiftet? Ose a ke pas në rast interesant që... Po. Mu, çdo fejes të tash shumë të në rasteve, morin me konë prezent kur bëhet për hajrë, si figur pak autoritet. Edhe kur e marrë fjallën, i thëmë, inshallah e gjoni gjuhën e përbashkët. Tash se, po thonë, kjo gjuhë e përbashkët ka sjell, jo femna më konë kretë, që me thonë e nënshtru me burit, po edhe i ka drejtat e veta. Për të regoj një rast që i ka ndodhë, kështu pak interesant, njoni do me feju qiken edhe thot, do me feju qiken, më sa bukë se dojmë kemi një drejkë shumë speciale, po aji djali që ju fejoj ke me atë qiken nuk kishin nejt bashkë, me bisedu, me pi kafe, më shku në drejkë, në darkë, me full, kush je që ka je, po veç kështë pestar pamje, veç qësh je si je dhe njëna. Edhe ta shte kur shkum në aty, erdha i djali, erdha i vojza. Vojza shumë mirë, fulli me ne dhe pullën aty. Unë tash kërkova, e mora vesh që këta nuk ka najt një kohë gjatë me ditë kush ka janë në mes veti. E thash, mundi më shku ju në pej, një kere 2-3 orë, shetit një atje, tha, baba i qikës ta ku ju mërë qëfar, tha, pse, thash, ku marë qikën te me këj ma qunë pej, pa letë folmën me ta pak, tha, jo, tha, në qashtë të restoran, letrej sa të donë. E ndëruar, për 15 minuta e në prishë. Për arsye se tash, ja motra, ja nona ati djallit, gabimisht. Vend që mi thonë, asoj nusës, po më pëlqen koke bukure, me livdu diçka shumë më ta, i thot, para se mu feju, kemi plutsu që të 6 kushte. Ja qëtove, ma vadash nonën e babën e kursëv në më shkundinije, nëse mungo nona kemi mjë lëpte, tani, thot a i kreve po, thot, as ty. As ty. Tash në ardhë, nuk bënd jo mi knoqen, për shumë shatemin të, ka njësë edhe gratë që një kohë nuk janë dalë heq, tash janë punësune për restorane, për firmat ndryshme shkojnë, tash që i grajnë keret,
i kerrit i Pavarësume. po i qënë kerrit me fëmin në shkollë me kerrit, shkojnë e merë, shkojnë në për restorane, shkojnë në dete, ta shpeshof unë e vetë, shkojnë bon 2-3 shoqe, motra ose familjes musht, shkojnë deti vetën. Dhe me thonë, është kryu një lirije, kom qef edhe ma mirë më bon, se e drejta, Zotja ka hepë edhe femën e drejtën edhe mashkullit, por se cilit vetën. Mas me kalu vinë e kuqe, se bëva ki edhe mashkullit kalu vinë e kuqe, pa dhe femëna vinë e kuqe. Për këtë lirije kanë kontribut njerëz si kur te edhe tjerë cilët janë mundu mja lecu grave jetën në Kosovë. Në fakt se e dim edhe veç që u konë sidomos periudha para luftës për gratë në Kosovë, që u konë këgja ma vështirë. Unë të falenderoj shumë për krejt këtë bisedë, po për shkak minutarës, po e shoh që kena shumë çka me folë edhe shumë histori me na kallëzut, falenderoj shumë, e po besoj shumë edhe hera tjera me na tregu sa ma shumë histori të tilla që ndoshta ndikojnë atë vetëdijësimi i popullit. Faleminderit edhe nga ju, kënaqësi ishte, shumë i lumtur jam, e përshëndes të venishin, shikus të shumët, edhe ju punëtorëve aty, gjithë stafit që keni ju, dëshiroj jetë gjatë të lumtun me të në të mirët.